Naim Frashëri, Qerbelaja, kënga e 25 përmbyllëse. Besuam Perëndin, edhe Muhamet Alin, Hatixhen e Fatimen, Hasan edhe Hysen, imamët të 12 që ishin të vërtet. Kemi mëm e atë Alin që e njohëm si Perëndin. Të parë kemi Xhafer, nuk e njohëm të tjerë. Kemi plak mi njerëzin Haxhi Bektash Velin, Zot në udhës së vërtet, që ishte si Aliu vetë, se ishte nga jo derë, prandaj mori gjithën erë. Besa jonë është një fjalë, dhe ajo fjalë s'është e qarë. Është fjalë e Perëndis që i duhet njerëzis. Nuk është fjalë e kotë. Bëj mirë, mos bëj keq thot. Besa edhe Perëndia është vetëm mirësia, dhe ai Zoti i vërtet edhe gjithë çka në jetë, te njeriu gjithë janë, mos kërko më tjetër anë. Po të bëjmë mirësin, kemi ndër ne Perëndin. Kur të bëjmë ligësit, kemi djallë e djallëzit. Kur të jemi të vërtet, është me ne Zoti vetë. Besojmë se Perëndia është vetë gjithësia. Fletore kemi njerin, edhe mendjen e urtësin. Se po udhe Perëndis s'është jashtë urtësis. Falje kemi njerëzin, miqësin e mirësin. Se kur të duam njerin, kemi dashur Perëndin. S'është larg nga njerëzia edhe vetë Perëndia. Faletore dituris është sheshi gjithësis. Udhe mirë e bese mirë është zemra me mëshirë. Atje është dhe Perëndia dhe e tërë gjithësia. Angjëlli dhe mirësit, djalli me gjithëtit, me një vend janë të këtë duash, atë zë. Urtësi e mirësia na shpije te Perëndia. Po të zëm ligësin, do të vemi në gremin. Besojmë Zot në vërtet, që është gjithësia vetë, pa të s'ka vënd gjëkundi, a y është krej dhe fundi. Më çdo anë që shikojmë, fytyrën e ti vështrojmë. E tërë që është kjo jetë, është a y, Zot i vërtet. Lullet që lulëzojnë, bukurin e ti tregojnë, a y është të trëndafili, a y vetë dhe bilbili. Po kur tesh Zot i vërtet të dilfaqe zanë jetë, a herë bëri njerin, a tjeta gjesh Perëndin. Kush njohu veten e tia, e di që është Perëndia. Te njeriu i mbaruar, i mirë i lartësuar, që ka gjithë mirësit e të tëra diturit, atje e gjen Perëndin, atje tek gjen mirësin, se po vetë Perëndia more fytyrën e tia. O njeri, të qof shafar, e kupton këtë fjalë? Pa mblidh mendjen e mendohu dhe ngrehu e lartësohu, duke marrë diturit që ta bësh natën ditë. Sa të mundsh ndritohu mirë, mos qëndro në errësirë. Nga njeriu i vërtetës ka më të lartë në jetë, se mendje e njerëzis është peshë e Perëndis. Po njeri themi njerin që ka gjithë urtësin, ka dritën e diturit dhe të tëra mirësit, ka me vete Perëndin duke pasur njerëzin, edhe Perëndia vetë te njeriu është e vërtet. Ndaj njeriu të uruar që nuk është i djallëzuar, që është pa faj e i mirë, e ka në zemër mëshirë, të këqia zbën e jetë, është i drejtë e i vërtet, po ka të lartëve ti, të bukurve të di, atje është vetë Zoti, si ka thënë që moti. Edhe angjëlli dhe djalli gjithë janë tek i gjalli, dhe parajsa dhe skëtera dhe gjithë që janë të tjera, pa njeriu zbdes në jetë, se s'mbetet të jeta shkret. Gjithë një vemi e vim, po të parët si dim. Rone ama dhe jati
tek I biri jetë gjati. Hëna, hahet e venitet, pa kthehet e përsëritet, po njeri në njerëzia e shpijet te Perëndia. Pa atë zblen gjë në jetë, se nuk është I vërtet, e drejta edhe e vërteta, ato janë patëmeta. Kur t'i bjerë njerëzia mbetet si bagëtia, po si trëndafili thatë që I mbesin gjëmbat e gjatë, urtësit e mirësit, ato na nxjerrin në dritë, pa ligësi e pështirë, na shpije në rësirë, se na ndan nga Perëndia, na shtije të djallëzia. Mend të na I dha në kokë, Zoti që ti kemi shok, neve kemi mend të shohim, të vërtetën ta njohim. Peshe Zotit të vërtetë, mendja është në këtë jetë. Urtësitë e mirësitë, drita edhe dituritë janë udhë Perëndis që I duhen njerëzis. Nuk e beson Perëndin ai që çdo njerin. Zoti në zemrën të ndyrë, syri dhe s'ka për të hyrë. Se atje rri djalli vet, s'qaset Zoti vërtet. Në ke në shpirt mirësin, ta dish që ke Perëndin, jo po në ke ligësit, ke djallë e djallëzit. Si besojmë Muhamen edhe mëmë Fatimen, besojmë ashtu dhe Isan, dhe Merjemën e Jahjan, edhe Isuf në Jakupën, edhe Ibrahim e Jupnë, Daud në Sulejman, Harunë dhe Musan, edhe të tjerë që ishin njerëz të vlerë, se për njerin u përpoqnë, shumë të këqia hoshnë. Kush punon për njerëzin, ka me vete Perëndin, a e patë ma vjen, dhe Mervane Jezitqen, Ubejdulane Ymer dhe Shimrinë dhe Mbëder, edhe shokët e atyre, shpëtuan pe mëndzyre, paçin mallkimenam, se prunë të madhe gjëm. Këta ishin e gërsirë, tanët ishin të mirë, prandaj ne këta I shajmë dhe për ata zotrinj qajmë, se ata ishin dritë, këta bënë ligësit, se ishin të pabes, pa nëmën ka në pjesë. Për imamët në qajmë, zi me gjithë zemrën mbajmë, se ishin të vërtet, pa I duam për jetë. Ai që bën mirësin, është mik me Perëndin, se nuk do Perëndia kur punë të këqija. Ai që do njerëzin, beson Muhammed Alin, Hatixhen e Fatimen dhe Hasan e Hysen. Ai që bën ligësit, ka në shpirt jezitërit. Ai është jeziti vetë që bën keq në këtë jetë, ka në zemrët e tij djallë, pa është Mervan I gjallë. I ligu nuk është I pak, është mavija plak, prandaj mendje në ta mbledhim dhe ligësit të ti hedhim, e të zëmë mirësit që na nxjerrën në më dritë. Imam Hysejnën e doni, të pahudhë mos punoni, pa herë mund të jetë dashuria e vërtet. Kur të bëjmë që na ka thënë, e që mënyrë na ka lënë, të bënemi njerëz pjeshtë të urtë të butë e të leshtë, të këqia të mos flasim njeri kur, të mos gasim, të mos vrasim, të mos presim në gënjeshtër, të mos besim, të mos shajmë e të qërtojmë kur, të mos kallëzojmë, të mos hamë gjën e huaj, të mos rrojmë posi buaj, të jemi të arsyer, me zemrë të palyer, nakar edhe zilin, vjedhjen edhe kusërin, edhe të tëra ligësit, ndyrësit e djallëzit, të gjitha poshtë t'i hedhim, si kafshët të mos bredhim. Të duam njerëzin, shqipëtar e Shqipërin, gjuhën e mëmëdhen, kombin e vetëhen, mirësit e diturit, zotërin e urtësit. Të kemi vëllazërin, dashurin e miqësin, të duam shoku shoknë, të mos e përhapim toknë, qëngji që hiqet manjan, e gërsirat e hanë, të mos kemi në të ndarë, gjithët që jemi shqipëtar, po të jemi të bashkuar, të afër e të pushtuar, t'i hedhim marzit, babëzit e laturit, ligësin e djallëzin, të tërë jezitërin. Të kemi nder dhe bes, dhe vëllazëri e ndjes, pa të punojmë të tërë për çdo punë që është që do bërë. Të ndritohet Shqipëria, të na shohë Perëndia. O vëllezër shqiptar, shok të mirë e të mbar,
të përpiqemi me bes, asnjë më pas të mos jes, të mësojmë gjuhën tënë se Zoti na e ka dhënë. Çdo kombi gjuhën e tij i ka dhënë Perëndia. Është ligë e Perëndis gjuha që i dha Shqipërisë. Gjithkush ka mëmëdhen, edhe zogu ka folen, ka edhe ai fëmijë, gjë se ndan nga birë e bi. Besa na thotë ta duash mëmëdhen e ta ruash, gjuhën e dha Perëndia. Zoti me të madh të tia ja ka dhënë njerëzisë si mama foshnjës së sisë. S'mund të jenë të këqija ato që fal Perëndia. Nuk i thot këto fjalë, as i marri që merr marr. Dhe ju shpes me gjuhët tuaj më flisni, nuk më të huaj. Ti qyqe më kënon ndryshe ti o da ndyshe. Mua, pse të më shtrëngojnë, gjuhët tjatre të më mësojnë, të harojnë gjuhën time, pacim nëm e mallkime. Kjo është punë e mavijes, ma paski me të pabes, dashëki të më mundoni, së gjithasht të më shkretoni, të më epni aratin, të më shuani shtëpin, të më lini robë për jetë, të pashënë e të shkret, të më shitni në të huaj. Të më thoni rje vuaj, armikët të më shkelin, po si lopët të më mjelin, djemësit e mi të lëvduar, të ndjere të dëgjuar, të më lini mua shkret. Nuk është të tur për jetë, unë që jam më majuaj të më shitni nër të huaj, armikët të rreth më vinë, përmbi krye po më rinë, thojtë në grykëm i dhënë, qysh të bënj e mjera unë, gjuhën ma kanë prerë, më bën fare të mirë, shumë shimër e jezit po mi të shpojnë më shkrit, shigjeta për mi shpinë po si gjëma po më rinë, dhe ju djemt e mi më shihni, e bëni si kur s'më njihni. Kështu thot Shqipëria, po s'thot ashtu Perëndia, që i fali mend shqiptarit, punë mirë u dhëmbarit, pa mbretëron e vërteta, që ka mjaltë të posimbleta, gënjeshtra zbën të punë, se është e ligë dhe përdhun, helmi në vetëm ka grera, vetëm gjëmba të kafera, nuk është si trëndafili, që e do aq keq bilbili, ti isha ashtu po prishe jeta, zdelte në shesh të vërteta, do të kishte nder Syfjani dhe Jeziti e Mervani, do të donim ma vijen, nuk Alin e Fatimen, do të kishim Zot Mervan, s'kishim Hysein e Hasan. E vërteta qoft e roft, pa gënjeshtra u shoft. Po ne gjithë të punojmë, të mosrim e të përtojmë. Na dërgoj Zoti vërtetë për të punuar në jetë, punëtori është i uruar, edhe puna e lëvduar, njerin ajo jetë gjatë se lukurë duar thatë. Ne të Zotë po të jemi gjithë që na duhen i kemi. Nuk bie Shqipëria, ka dhe për ne Perëndia. Ju të varfër e ju atë, që u fali Zoti urat, pa i prutë mirë bes, Aliu të Fatimes, së drejtës e së vërtetës, dhe ati Zotit e jetës, dhe ju vetët punoni, Shqipërinë të shpëtoni, Shqipëtari përgjërohet për ju dhe me ju gëzohet, edhe ju për shqipëtar, për punët e ti të mbarë, për mëmëdhethin në tuaj që nuk e kini të huaj, për gjuhët të Shqipërisë që është gjuhë e Perëndisë, për të sjellë shqipëtar në udhë të mire të mbarë, për të gjitha mirësit që duhen editurit, për nderthit të kombitën, për mbrojtësit që ka zënë, për çdo gjë që ka nevojë, e thuhet të do të me gojë, për Hasan e për Hysen, për ju e për mëmëdhen, të përpiqi ditë e natë sa të dalëm në dritë. Të përpiqi natë e ditë sa të dalëm në dritë. Zoti i madh e i vërtet, mos na lër kur shkret. Ti e Zoti i gjithësisë, Perëndi e Shqipërisë. Urdhri yt po të jetë e po të duash ti vetë, gjithë punët mbarohen, gjëkundi nuk ndalohen. Fali Shqipërisë së gjithë të shketë mirësisë, edhe ju gjithë të mirët, mos na lini në errësirët. Zoti i madh për Qerbelan, për Hysein e për Hasan, për ata të 12 që hosh në aq keq në jetë, për gjithë ato mundime, për gashërimën e time, Shqipërinë mos e lër, të prishet e të bjerë, po të jetë gjallë për jetë gjithë që duhet ta ketë,
të ronjë të mbretëronjë, të jetë lule zezonjë, falit i vetë zurat, që të jetë jetë gjatë, shqipëtarit trim e fletë si ka qenë le të jetë, të ketë gjithë urtësin, e ta dojë Shqipërin, të vdes për Mamëdhen, si myhtari për Hysen, të ngjajnë me Ibrahim, edhe me Eba Muslim, të jetë trim e i mirë, po të mos jetë e gërsirë, të jetë i qytetëruar, i ditur e i mësuar, t'i apë nderë Shqipëris, u bëftë e Perëndis. Naim Frashëri, Qerbelaja, kënga e 25 dhe e fundit. Sot është data 15 maj 2025. Nxitoni të regjistroheni tek Udha e Shkronjave, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.